Po, qëndrojmë edhe pak tek Amerika, si ka qenë fëminia jote, si ka qenë jeta jote atje? Ke nostalgji për atë periudhë? Ja, çdo ditë po mendoj ende për nonën, për babën që kanë kalu jetën moti, po kam qenë valtare prej 3 veçare, 4 veçare. Edhe që aty kam gjithë vetë. Nana ime që ka dekur ka pas 93 vjetë, ajo ka vallëzu deri 90 vjetë. Ajo gjithmonë ka qenë valle, por gjenerate saj, swing dance, jazz, ka qenë krejt Amerika, prej vitit 30 deri 50. Pra pasionin për vallëzimin e pas ke të trashëguar nga nëna? Ja, prej nonës. Baba hec ka ditë, po nona ka pas një farë ritëm edhe gjithmonë ka knu edhe kemi vallëzu në shtëpi edhe po tamam gjenerate saj ka pas vallëzim më të bukur që Amerika ka pas kur, ama qatë swing dance. Edhe krejt kanë ditë është një partner me partner. Edhe shumë i bukur, muzik të hatashëm ka qenë, gjatë luftës dytë botënore, gjatë qatë gjenerat. Edhe jam rrit me ta. Tani jam rrit me balet, kam studiu balet, kogja shumë, deri shkollë mesme tani modern dance, do thot një farë lojndushe tani në fakultet, vale parë që kam nisë me bo folklor ka qenë vale hungareze. Kam nisë me vallëzu me një grupë hungareze, tani nga Polanie, në fakultet aty. Edhe prom që jap vale tash në Prishtinë, World Dance, 3 herë në javë jap vale, edhe prom bashkë kemi vallëzu për Hungaria, masë që Orban Kordzu, edhe kemi festu Hungaria prom. Ju e keni festu këtu në Kosovë? Ne në vale, me vale kemi festu gjithmonë në World Dance, kemi me fa ma vonë për World Dance, për qatë organizata ime, po gjithmonë vallëzojmë për vend në botë që duhet du me pas parasysh, do thot për Iran, kemi vallëzu edhe për Iran, kur Trumpi ja ka bombardu edhe njerëz janë të i vujt ka shumë, edhe për Palestinë po vallëzojmë, ku kanë vujt ose ku ka gzim, po lidhmi në përmes valle dhe muzike, me ato njerëz real. Kjo të regon që arti i lidhë gjithë. Exactly. I mean, edhe hinë eshnat, hinë shumë thellë, kur po ke përvoj, na lidhë, si dhe mos me gratë që i venë, për shembull. Çka të mungon nga e kaluara jote, nga jeta jote në Amerikë, kur ke qenë ere, kur ke qenë fëmi? Çka mungon? Po. Wow, that's a hard question. Nothing. Kur gjë ma, për një me, kam një vlau edhe një motër më të vjetër, edhe prind kanë qenë ma vështirë pak me këta, plus baba ka qenë në ushtri 4 vjetë, kin ka qenë gjatë luftës dytë botënore, ka qenë me repsht me vlaun tem tani me motrën, e motrë ma shumë ka najtë me babën se ajo është arkitekt, do të të ajo ma shumë sende ma praktike, a unë gjithmonë me një farë fantazi, me një farë... Të më shumë shpirti lirë. Kam pas liri me vallëzu, edhe kam studiu shumë, kam qenë studente me shumë pasion, prej femërisë, kështu. Edhe mirë ka qenë shoqënie mirë, qështu, do të thotë, kam shumë djenë një të mirë, edhe bile tash, 72 vjetë gati jam, plakma, ingje. Jo, nuk i as pak, kështu duke shëreke energjin e një vajzë të re, kështu që shpresoj që unë kam e pas këtë energji. Praktikisht 72 vjetë e kam gati. Edhe nihem si mu kanë vajzë e re. Qështu nihem, I don't know. Edhe nana ime qështu ka qenë. Gjysha ime ka jetu deri 101 veçare. Do thot kemi festu 100 vjetë me nanën tem, me gjyshën tem. Do thot kemi në familje që vazhdojmë gjatë. A mendojmë që ndështë pikrisht kë pasioni për vallëzimin, jeta me muzik, jeta me vallëzim të kam bajt kështu si që jetash me ka shumë energji? Maybe, I don't know. Ama janë gjene, me gjake kam diqka. Për një me nana, edhe nana ime ka qenë e lumtur ton jetën. Ajo s'ka diqka është depresion. Edhe ajo është rrit në ato vite shumë vështirë, në vitin 20, 30, kur s'kan pas kur gjonë Amerikë, the Great Depression, do thot kur ekonomia
ka shku për 10 vjetë, s'kan pas gjama, kanë njuftuar për buk me hangër. Do thot, nana ime është rritë në qatë periud. Po prap, gjithmonë ka pas një disponim shumë e letë, unë nuk e kam, unë një maj komplikum, po prap, ne po thëjmë në anglisht, the glass is half full, you know, do thot gota, për shembull, pikërisht, ti mundesh me thonë, që ajo gota është gjys zbrast, ose që ajo gota është gjys mushën. Edhe nana ime dhe unë gjithmonë po këshirëm qatë gotë si mu kanë plot. Plot, po. Like exceeding the glass, you know, this is, nana ka pas qatë disponim, edhe jam shumë e falendërueshme, mirë njohës që nana më ka thënë, edhe rritëm, edhe qëtë rritëm, djalli jem ka njësoj, prej nanës teme dhe prej babës vete ka marrë rritëm thellë, muzika thellë, edhe është një komponent